Free Palestine! Në thirrjes Free Palestine në disa gjuhë të botës, mbështetës të Palestinës u mblodhen përpara Bashkisë Shkodër për të pritur kolonën ndërkombëtare që po udhton drejt lindjes së mesme. Tubimi u hap nga përfaqësues të grupit organizator në Shkodër, i cilët theksuan rëndësinë e solidaritetit me popullsinë civile në Gaza dhe bën thirrje për ndalimin e luftës. Gaza. Ky emër dy rroksh që rivendosi koordinatat e vërteta të dinjitetit, ku në mes të rënojave, në mes të dhimbjes, në mes të heshtjes dhe harresës, ata ngritën flamurin e jetës. Me pas fjalën e morën përfaqësues të kolonës së ardhur nga Franca, Italia, Zvicra, Bosnjë-Hercegovina dhe vendet e tjera evropiane. Ata dënuan luftën dhe humbjen e jetëve të civilëve dhe theksuan se do ta ngrënë zërin e do të vijojnë me këto inisiativa derisa Palestina të jetë e lirë. Evet, son olarak dedim ama şunu da eklemem lazım, önemli. Këto lloj iniciativash sociale do të jenë vazhdueshme. Deri kur do thoni ju? Deri kur Gaza të jetë e lirë, Palestina të jetë e lirë, deri kur kjo padrejtësi të mbarojë. Bu eylemlere devam edecek. Ne zamana kadar? Bambini. Ne duhet heshtim kur fëmijët flejnë edhe jo kur vriten, se kur vriten duhet më ulurit. Dilni për Shqipërinë, por dilni edhe me solidaritet me zemër për Palestinën. Sipas organizatorëve, kolona është pjesë e një nisme civile ndërkombëtare që ka nisur nga Evropa Perëndimore, është bashkuar në Bosnjë dhe pas ndalesës në Shqipëri, do të vijojë deri Turqisë, Irakut dhe Jordanisë, derisa të arrijë në Gaza për shprehur solidaritet me popullin palestinez dhe për dërguar ndihmë humanitare.